Mirë mbrëma edhe mirë se vini në debat për një me për zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut për vitin 2025. Debat për një me është platforma e vetme debatuse e cila realizon debate zgjedhore mbi standarde ndërkombëtare të verifikimit të fakteve edhe në këto zgjedhje. Në një bashkëpunim kësaj radhe vim me televizionin e Maqedonisë së Veriut, po i zhvillojnë këto debate për komunat me shumicë shqiptare. Pra jemi në bashkëpunim me MRT2, që është kanali publik televiziv në gjuhën shqipe, bashkëpunim me Kallxo.com-in. Tash jemi sot në debat me kandidatët për kryetar të komunës së Sarajit. Shumë kom derin me i pas kandidat për kryetar të komunës së Sarajit, këtu me neve me debatu, me ja përkujtu publikut anë mbanë Kosovë dhe Maqedoni që Saraji, si pas regjistrimit të fundit, vitit 2021, i ka të deklarum 38.399 banor, ndërsa hulumtuesit tanë në teren kanë gjetë një listë gjatë problemeve të cilat duhet me marë zgjidhje nga qeverisja lokale për 4 vitet e ardhshme në Saraj. Disa prej këtyre problemeve që hulumtuesit e Sarajit na kanë thënë janë furnizimi me ujë të pishëm që mungon gjithka, mungesa e kopshte për fëmijë, qerdheve. Infrastruktura rrugore në Saraj nuk është nivel të duhur. Gjithashtu 2 liçene, Treska edhe Matka, premtojnë zhvillim, duhen zhvillim, mirë po mbeturinat edhe mos mirëmbajtja e pengojnë turizmin këto liçene. Në anën tjetër, 23 fshatrat e komunës së Sarajit kanë nevojë për investime. Buxheti është në anën tjetër shumë premtues, është i vogël, por qysh dojmë ja bu këtyne problemeve, çka është vizioni qeverisës për komunën e Sarajit, diskutojmë me kandidatët Blerant Ramadani nga koalicioni i partive që quhet AKI, Aleanca për Integrim. Në këtë aleancë përfshihet Aleanca për Shqiptarët, BDI-a edhe Lëvizja e Popullit. Muhamet Elmazi, i cili vjen nga koalicioni tjetër, Vlen, edhe Remzi Mamuti, kam kandidat i pavarur. 2 minutat e parë prej secilit, po presim me prezentu programin e juj, po fillojmë prej juve Blerant, programi i AKI-s, koalicionit AKI për Saraj për 4 vitet e ardhshme. Faleminderit Jeta, njerë për gëzime për iniciativën tuaj, për të interesuar për komunat shqiptare në veçanti në Maqedoninë e Veriut dhe vlerësojmë këtë gjë. Unë si kandidat në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim, për komunën e Saraj që shpeshe cilësojmë si një nga komunat më të bukura në vend, nga fakti se pasurit natyrore që Zoti ja ka dhënë janë më të veçanta në nivel republikan, po garoj me vizionin për ta transformu Sarajin në 4 vjeçarin e ardhshëm. Po e thëmë këtë pasi që pozita geografike, resurset natyrore, njerëzore e kapitale mundsojnë që komuna e Sarajit mos jetë vetëm një komunë rurale, po ta shndrojmë atë në komunë urbane. Edhe nga hapësira geografike dhe nga pozicioni, pasi që ne me votën tonë zgjidhet edhe kryetari i kryeqytetit të vendit, e cila është qeveria e dytë në vend. Programi im përbëhet prej 10 pikave, ndër më kryesorët dhe në rend pare kemi vendosur zhvillimin ekonomik lokal, pasi që në komunën e Sarajit janë disa nga sipërmarrësit më të suksesshëm në nivel republikan, ata janë vendësit e Sarajit dhe participojnë diku mbi 4% të bruto prodhimit vendor në nivel të shtetit. Dhe atë shohim si një segment që ne duam ta përkrahim si komunë me qëllim që t'ju mundsojmë të rive vende pune të reja, por paralelisht ta integrojmë me cilësinë e arsimit, ku ne duhet t'i përgatisim ata të ri në bashkëpunim me biznesin për të gjetur më lehtë në tregun e ri të punës. Unë kisha një takim me disa nga biznismen dhe nga ata buroj ideja për të iniciuar disa drejtime në shkollën e mesme që e kemi në Saraj për
komercializëm dhe logjistik. Janë disa nga drejtimet që më shumti atje ju duhen bizneseve dhe pikërisht kjo do të jetë një nga iniciativat e komunës. Arsimi është pika më e dobët e imja, duke patur parasysh se vetë jam ligjërues në universitet dhe e di cilat janë pikat të cilat duhet të fokusohem për të ndryshuar cilësinë e arsimit. Pikë pari, por edhe për të investuar në infrastrukturën arsimore. Të dy Faleminderit Vlerand, kjo është 2 minutat e parë. Keni shans prap me folë për secilin për temave. Muhamet Elmazi nga koalicioni Vlend, cila është platforma e juaj për Sarajin? Fillimisht faleminderit për ftesën, për gëzimin për emisionin. Realisht plan programi jonë ka dalur si rezultat i vizitave të gjitha vendbanimeve në komunën e Sarajit. Kemi vizituar gjitha vendbanimet, gjitha lagjet të vendbanimeve tona, kemi ndëgjuar nga afër qytetarin dhe prej asaj kemi konstatuar se kemi shumë mungesa jetike elementare për komunën e Sarajit. Dhe plan programi janë përbëhet prej 10 pikave kryesore, ku 3 pikat kryesore janë infrastruktura, arsimi dhe turizmi. Me këtë besojmë se nëse koncentrohena dhe i realizojmë premtimet tona para qytetarit Sarajit, komuna e Sarajit do jetë në atë nivel të cilën e meriton, pasi që kemi edhe potencial natyror të cilën nuk e kemi shfrytzuar akoma. Tek infrastruktura kemi të bëjmë me infrastrukturën rrugore dhe nëntoksore, pasi që 80% e vizitorëve gjatë vendbanimeve, domethënë qytetarëve të Sarajit, theks të veçantë i kanë dhënë ujë të pishëm. Jemi një komunë ku buron ujë i pishëm, furnizohet qyteti, tërë qyteti i Shkupit, ndërsa vendbanimet tona akoma kanë problemin e ujit të pishëm. Pastaj infrastrukturën rrugore, sa i përket arsimit planifikojmë godina të reja të shkollave fillore, çerdhe apo kopshte për fëmijë, kështu me radhë, ndërsa te turizmi kemi potencialin natyror, parkun në vendbanimin në Saraj, liçenin e Treskës, Matkës dhe di lumet të cilat e rrethojnë komunën tonë, lumi Vardar dhe lumi Treska. Faleminderit. Faleminderit, Remzi Mamuti, kandidati pa avarur, cila është platforma e juaj për Saraj? Platforma ime tingëllon kështu: shëndetësi dhe mirëqenie për të gjithë, që do të thonë nuk ka Saraj të fortë pa qytetar të shëndetshëm, mbështetje për ekonominë lokale dhe punësimin. Komuna e Sarajit ka potencial të madh, që do të thonë bujqësia, turizmi janë motori i zhvillimit, subvencione për të gjithë bujqësit dhe blegtorët, vendas, nxitje për turizmin malor siç është matka e tjerë. Po ashtu kemi shënuar edhe kujdes për rinin dhe fëmijët të rinjtë e Sarajit nuk kanë nevojë të largohen për të pasur mundësi duhet i krijojmë këtu në komunën e Sarajit. Qendra rinore dhe aktivitete sportive, siç janë qendra rinore dhe aktivitete sportive, kulturore e edukative, mbështetje për sportin lokal, fusha, mjete, gara e tjerë, zhvillimi i infrastrukturës lokale, asfaltimi i rrugëve lokale në çdo fshat, ndriçim publik në rrugicat e errta, siguri për të gjithë banorët e komunës së Sarajit e tjerë. Kjo është e gjitha. Faleminderit ju të gjithë, po ju rikujtoj që keni drejt me kërku replik, 30 sekondëshe, po nëse s'kemi tash për herën e parë replik, po shkojmë... Nëse mund ta shfrytëzoj 30 sekondëshin për ta plotësuar pjesën tjetër. Jeta plani im kryesor për Sarajin është që të formojmë një strategji zhvillimi 2025-2029 dhe një strategji zhvillimi 10 vjeçar. Unë dua të potencoj se premtimi im kryesor është që për 2 vjet ne do të mbyllim gjitha nevojat primare në çdo vendbanim komunën e Sarajit. Ajo nuk kupton. Me ujë të pishëm, me kanalizim, me rregullim të rrugëve lokale. Ani, sa pare kushton që kjo? Sa pare kushton me mbulu këtu? Po ju tregoj me shifra. 70% rrugëve lokale janë të përfunduara, projekti 5 milion që përfshin 1/3 e vendbanimeve me ujë është gati, vetëm duhet të sigurohet leja nga ujësjellsi. Unë pas gjitha analizave dhe duke analizuar edhe buxhetin, për 2 vite dal me premtim të saktë para qytetarëve. Menon që me buxhet me bashkëpunim ndërkombëtar, me projekte konkrete, me ekipën të cilën e kam të specializuar, pasi që edhe unë jam nga branżha e inxhinierisë, jam doktor shkencë në atë fushë. Unë premtoj që për 2 vite nevojat primare do të jenë mbyllura në Saraj, me qëllim që ne të kalojmë në një fazë tjetër si komunë, pasi që i kemi gjitha parakushte. Mirë, faleminderit. Dikush replik? Realisht... Veç ma bani me shajt, lutëm, që doni. Realisht këto projekte kanë të bëjnë, nuk mund të realizohen me buxhetin vetanak, atë e dim.
unë planifikoj sidomos ujin e pishëm ta përfundoj për një mandat të plot, pasi që i di disa specifika me të cilat do ballafaqohemi edhe gjatë punimeve në terren, edhe afati 2 vjeçar më duket pak sa më i shkurt. Shumë mirë Muhamet, tema jam e radhës, ka qenë ujë i pishëm, po masi ti e qele, me njëherë po du me të pyet, a e din sa kushton ujë i pishëm edhe ku kemi marrë pare? Ujë i pishëm e u bo për krejt katundet. Po. Realisht isha këshilltar në qytetin e Shkupit këtë mandat, edhe ati miratuam një buxhet prej 3 milion eurosh për një segment, do me thonë, të ujit pishëm, i cili u ka punuar, mirë po nuk e ka arrit efektin, nuk për shkaku problemeve teknike, nuk u ka lëshuar që disa vendbanime, 5 konkretisht, të furnizohen me ujë të pishëm 24/7, ne në bashkëpunim me qytetin e Shkupit dhe me qeverin pasi Muhamet, nëse ti po thu 3 milion për 5, si më do, bashkësi lokale. Në anën tjetër, ju në Saraj i keni 28 bashkësi lokale e ti pe premton që 4 vitet e arshme, duhen 28. Po i bjen që ka 3 milion për 5 bashkësi lokale, ti dush mi pas këtu 3 herë, dikon gati 30 milion për me zgjidh problemin që ta. Jo jeta, disa vendbanime nuk kanë rrjet ekzistus. Edhe u ka koncentru shumica e pareve tek ata vendbanime. Kemi rrjet ekzistus, por duhet me pompa që të kemi shtypje. Ani, sa kushton që kjo? Dikun për llogaritona janë dikun 12 milion euro që ta përfundojmë gjithë rrjetin e ujësjellësit në çdo vendbanim të Sarajit. 12 milion, mirë, se po na vyn me fol për ujë. Nëse vyn 12 milion, sa milion i ka komuna në 4 vitet e ardhshme? 4 vitet e ardhshme komuna i ka 28, mirë po borxhe. Sa milion i ka? Si ka 28 milion për krejt investimet, apo? Jo, komuna ka buxhet 7 milion euro, 28 për një mandat plot, me mjete vetanake ky projekt nuk realizohet. Ne jemi pjesë e qeverisë me Ministrinë e Punës, me Ministrinë e Ekologjisë, edhe me fonde europiane këtë projekt do e realizojmë. Pasi që udhëheqim edhe me të njëjtën ministri, me 2 ministrit, edhe me Ministrinë për çështje evropiane, edhe me Ministrinë e Ekologjisë. Okej. Faleminderit, për ujë po du me ndigju edhe prej te e Blerant. Është rëndësishme jeta të potencohet se çështja e ujit nuk mvaret nga investimet e komunës Sarajit, po mvaret nga investimet e ujësjellësit të Shkupit. Ne mund të ngrejmë iniciativë si komunë, por këtu është rëndësishme të potencohet se kjo është edhe problematikë politike. Në komunën tonë është burimi i ujit që furnizon kryeqytetin që arrin deri në Veles, ndërsa fshatrat tonë kanë problem me ujin e pishëm. Ne shpeshun kur kam dalë para paraqitjeve e kam potencu se këto zgjedhje nuk janë vetëm lokale, po kanë edhe karakter kombëtar. Ne njëre përgjithmonë duhet të rregullojmë këtë çështje primare duke i vendu kusht qeverisjes në qytetet të Shkupit, po edhe të qeverisjes qendrore. Për opinionin këtu në Kosovë, qeverinë e kemi 3 palshe: ekzekutivi, qeveria qendrore, qyteti i Shkupit dhe komuna e Sarajit, konkretisht tek ne. Shumica e problematikave dhe projekteve madhore mvaren nga bashkëpunimi ndërsjellë ndërmjet këtij 3 këndshi, 3 institucioneve. Për atë them, pa fuqi politike shqiptare në nivel qendror në qytetin e Shkupit, komuna e Sarajit do të vazhdojë të ballafaqohet me këtë problem. Tash Blerant me ta pyet ç't idenë që ti nuk je në qeveri, ti the që vyn niveli qendror, po vjen mirë që je realist, që po kallzon që për me ndresh ujin Saraj vyn niveli qendror. Knej, nëse fiton ti zëne që i ki hala këta në qeveri, opozitën tënde, çka bën? Jeta për opinionin Kosovë, këto zgjedhje janë referendum në Maqedoni. Me rezultatin ne që do ta marrim se AKI me 19 tetor do ta detyrojmë vendin të shkojnë zgjedhjet parakoshme. Sikur të kishte qenë ideja vetëm për të garuar zgjedhje lokale. Apo tu nëse nuk shkon në zgjedhjet parakoshme, nëse unë prapë po du me situatën e tanishme me ta bu pyetje, nëse Vleni vazhdon me qenë në qendër, a mendon ti që ke mjaftueshëm shkallësi pajtuese konsenzusit me kërku edhe për Vlenit edhe me e bind Vlenin me t'i dhonë paret nëse ti që s'je i Vlenit je kryetar komune? Qeveria nuk është Vleni, qeveria është përzgjedhja e popullit. Ato menaxhojnë nga taksat e shqiptarëve dhe maqedonëve në përgjithësi. Neve si komunë do të na duhen projekte konkrete për t'i ndjek thirrjet. Ka qenë një mangësi në të kaluarën, pasi që neve na kanë munguar projektet eksakte. Mirë, për një thirrje në fundit të qeverisë kemi 5 projekte nga menaxhmenti aktual i komunës që kanë aplikuar dhe janë marrë fonde nga qeveria. Për atë them, roli i komunës është menaxhim i resurseve. I dhash ma shumë kohë me shpjegu këtë gjë Blerantit edhe ty Muhamet.
Koalicioni vlen e ka dëshmuar për këtë qeverisje 15 mujorshme se ka ndau mbi 100 milion euro për gjitha komunat, pavarësisht nga kush udhëhiqen, nëse do kishte qenë koalicioni jon hakmerrës, nuk do lishonte mjetet e komunat të cilat nuk i udhëheq koalicioni vlen. Për 22 vite qeverisjet Bashkimi Demokratik për Integrim, ku bën pjesë tash koalicioni AKI dhe Blerandi, nuk u kanë dhënë 12 milion euro për komunën e Sarajit. Në thirrjen e fundit të qeverisë, koalicioni vlen apo qeveria miratoi 5 projekte për komunën e Sarajit dhe një projekt vetë Ministria e Ekologjisë ku do investon 6 milion euro për lumin apo rekën siç njihet tani nga Bojana deri në Gullmov. Sa i përket qeverisjes në qytet Shkupit, BDI-ja ka qenë çdo herë në qeverisjen në qytet Shkupit vjet, domethënë shumë vite radhazi, edhe pushtetin qendror edhe nuk e ka realizuar ujin e pishëm. A di si vjen jeta? Pasi që unë vin nga një parti opozitare, koalicioni quhet AKI nivel kombëtar. Kundër kandidati im ka qenë 20 vite aty, ka qenë qytet Shkupit 4 vite. Tash i vjen sikurse kritika kthehet bumerang, po sidoqoftë. Unë vi me profesionalizmin dhe dëshminë time ndërkombëtare për ta sjellë atë përvojën komunën e Sarajit. Karakteri im politik në këto zgjedhje dhe ideali im është në aspekt kombëtar. Me votën tonë ne duhet të fuqizojmë komunat shqiptare dhe me atë ta detyrojmë vendin shkojnë zgjedhjet parakoshme. Është shumë e rëndësishme edhe për opinionin Kosovë. Padrejtësitë selektive që bëhen këtë qeveri janë shumëta. Institucionet kryesore në vend, kemi 82. Në Agjencionin për Siguri Kombëtare kemi 200 punësime dhe asnjë shqiptar. Mirë, po dojmë me maj debatin me fol për komuna. Ashtu, sa ma shumë që mujnë. Përsëri e lidhim me aspektin lokal. Mirë, sa ma shumë që mujnë. Muhamet, replik. Realisht, unë udhëheq aktualisht me një nga kompanit vendore, shoqëria aksionare për përqimin e gazit natyror. Dhe për 22 vite, përfaqësimi i drejtë adekuat ka qenë 9%, me ordin time u ka afru 22%, janë punësu për 22 vite 11 shqiptar, dërsa për 15 muaj u kanë punësu 20 shqiptar, por nuk du t'jetë temë e debatit çështja politike qeveritare, jena këtu për debat lokal. Okay. Faleminderit, Remze, t'lutëm tregom planin tënë për ujë, qysh kemi sjell ujë të 28 njësive të bashkësive lokale që i ka Saraji, ose 23 fshatrave. Unë do të mundohem që t'ju sjell ujë të gjithë fshatrave, mirë po nuk premtoj, kështu 100%, por do të mundohem që t'ju sjell ujë, kaq. Po du me dalë te infrastruktura edhe te organizimi urban, thjesht planifikimi urban si do të bëhet në 4 vitet e ardhshme nëse ju vinin pushtet në komunën e juj, edhe komuna Sarajit ka probleme me mungesë parkingjeve, mungesë mjaftueshme të trotuarve, hapësirave publike kundrejt ndërtesave të larta. Këtë radhë po filloj prej anës tjetër, Remze, cili është plani për zhvillimin urban për 4 vitet e ardhshme prej teje? Kur jemi te urbanizimi dhe planifikimi urban, besoj se urbanizimi është dhe planifikimi urban janë zemra e zhvillimit të çdo qyteti apo fshati. Pa planifikim të mirë nuk ka zhvillim të qëndrueshëm. Ne kemi nevojë për një komunë ku hapësirat publike të jenë të rregulluara, rrugët të jenë të sigurta dhe ndërtimet të bëhen sipas planeve që respektojnë standardet moderne. Unë do të angazhohem që çdo projekt urban të bëhet me transparencë duke përfshirë qytetarët në vendimarrje. Qëllimi im është të kemi një komunë ku fëmijët të kenë parqe dhe hapësira për lojë, të rinjtë të vendet për aktivitete kulturore e sportive, të gjithë qytetarët një mjedis të pastër dhe të organizuar. Planifikimi urban nuk është vetëm ndërtim, por edhe për kujdesje për gjelbërimin, për trafikun, për infrastrukturën moderne dhe për një jetë cilësore, kështu e shoh unë të ardhmen e komunës tonë. Faleminderit. Muhamet, plani juj urban. Atëherë, komunën e Sarajit e ndajmë në 5 zona zhvillimore. Zona 1, siç e themi ne atje, ka të bëjë me vendbanimin Saraj, apo pjesën industriale të Sarajit, ku vetëm se është në zhvillim e sipër ajo zonë, mirë po infrastruktura dhe mungesat elementare të përndimes të bizneseve mungojnë. Ati do të rregullojmë që në vitin e parë rrugën Ibrahim Krosi, me vetëm qëllim që
të lehtësojmë bizneseve vendore zhvillimin më të tjeshëm të tyre. Gjithashtu me drejtorinë nacionale të rrugëve planifikojmë që nga autobani i cili lidh Shkup-Tetov të ketë një qasje të posaçme për këta biznese. Ndërsa zona e 2 përfshin vendbanimin Kondov, domethënë nga një deponi e egër që është shndruar përreth lumit Vardar, atje të ketë një shëtitore, të cilat do e shfrytëzojnë banorët lokal, gjithashtu të bëhet me bashkëpunim me Ministrinë e Transportit, ta urbanizojmë atë vend dhe këtu të bëhet një qendër me pagesë shumicë. Me thonë, pasi që kemi vendbanimet të cilat prodhojnë vetë prodhime bujqësore dhe këtu të lidhet Trekanshi, Tetov, Shkup edhe prodhuesit kosovar të cilët shkojnë tash deri në Shkup poshtë të ndalen në komunën tonë dhe të bëhen shitblerit bujqësore në Saraj. Pjesa e tretë ka të bëjë me vendbanimet Sillare poshtë, me Epërme, Dvorzë dhe Radush. Këtu banorët lokal janë mërgatë gjithandej nëpër Evropë dhe kryesisht merren me gastronomi. Këtë pjesë dhe urbanizojmë për çështje gastronomike dhe agroturizëm, me të vetmin qëllim që ata të vinë dhe të investojmë në vendet e tyre. Pjesa e 4, apo zona 4 ka të bëjë me vendbanimet Paniçar, Raoviç, Semeniç dhe Çajlan, njëjtë agroturizëm dhe bujtina, dhe pjesa e fundit ka të bëjë me pjesën e malit Zheden, siç njihet te banorët lokal apo mali i That, i cili ka të bëjë me urbanizohen. Faleminderit për këtë pjesë. Blerant, planifikimi urban. Pika e parë që duhet bëjmë në Saraj është të analizojmë planet detale urbanistike dhe projektet madhore të parashojmë në planin general të qytetit Shkupit. Për mua si menaxher jashtëm, jetike do të jetë rreth rrotullimi në hyrje të Saraj që i lidh dy krahat e Dërvenit, konkretisht komunës Sarajt, pasi që komunën tonë ndan lumi Vardar. Mirë po, proceduralisht kjo duhet shkojnë në bashkëpunim me komunën e Gjorsës dhe fondet të sigurohen nga qyteti i Shkupit. Gjithashtu pike e 2 do të jetë parashikja e planit për bulevardin në Saraj, në rrugën Dardania, me 2 kahje, ka secila anë, dhe çështja e tretë do të jetë ndërtimi një ure në lok për kombësor, para se të parashihet rruga për kalim automobilistik. Është shumë e rëndësishme jeta të ndajmë gjërat në prioritete dhe pastaj të planifikojmë projekte tjera më madhore në veçanti për komunën e Sarajt. Zona jonë, komuna jonë është me potencial turistik, mirë po për ta zhvilluar turizmin ne duhet ta planifikojmë infrastrukturën se si do t'ju sigurojmë turistëve qasje më të shpejt dhe më të sigurt deri te vendet, konkretisht liçenin Treska dhe liçenin Matka. Unë kisha një takim me sektorin e biznesit, kërkesë e tyre është që ata të kenë kyçe në autostradën, pasi që pozicioni jonë lidh 2 pjesët kryesore të Maqedonisë, komuna e Sarajt, dhe ata mund të kenë qasje nga sektori i biznesit në lindje dhe sektorin e biznesit në perëndim, ku janë përgjithsisht shqiptarët, edhe ne do të inicojmë që fillimisht në 100 ditën e parë të bëjmë analizë se si mund t'ju sigurojmë kyçe bizneseve të Sarajt me qëllim që të tërheqim edhe bizneset tjera potenciale. Nga ana tjetër, rrugët lokale kanë mungesë të sigurisë, konkretisht plotësim të standardeve. Ne do të marrim si reper, si shembull, rrugën e ndërtuar në Bojan dhe Silllaret e Epërme, të cilat i plotësojnë standardet aktuale dhe atë model planifikojmë ta instalojmë për çdo vendbanim të komunës sonë të Sarajit. Mirë, të gjithë e përmenet turizmin, edhe po du me theksu që liçeni Treska edhe kanjoni i Matkës me të vërtet janë vendet më atraktive për qytetarët, jo veç afër Shkupit, po edhe njerëz që vijnë prej Kosovës. Është bukuria më e përafërt edhe prej Kosovës nëse shkon në Maqedoni. Matka 20 vjet pret me kalu ligjin që me u shpall zonë mbrojtur, ndërsa në ndërkohë është problemi më i madh jo vetëm që është qasja në autostradë, po është e mbulume, ankesat për juve qytetarëve është që Matka është e mbulume me mbeturina. Uji edhe bregu i liçenit janë të uzurpum, edhe lëvizin motorbarka. Përkundër faktit që lëvizja e motorbarkave është e ndaluar rreptësisht në liçen. Prandaj, ky liçen Treska, dikur atraksion turistik, sot është i mbytur nga plehrat. Doj me i pyet kandidatët përveç ndërtimeve edhe qasjeve në autostradë, qysh menojnë me e hek bërlogun,
i cili dorën zemër nuk është vetëm përgjegjësi e kandidatëve, është edhe e qytetarëve tjerë, të cilët e ndotin atë ambient, prej tyre jemi edhe na, që të na ndot neve matkën vetëm Maqedonët, po edhe shqiptarët. Prandaj kjo është një gjë e përbashkët me Kosovë, me Maqedoni, natyra jon po mbetet e ndotun edhe me bërllog. Blerand, prej te po du me ditë, një minutë, një herë, qysh kemi adresu bërlogun në këtë natyrë kaq të bukur, cilën e vizitojmë edhe ne, edhe qytetarët e juaj. Shumë thjesht duke implementuar metodën e 3R të famshme në nivel internacional, reduce, reuse, recycle, duke ngritur vetdijen të qytetarët, por edhe duke e realizuar premtimin tonë që për 100 ditë eliminim të gjitha deponive në komunën e Sarajit. Duhet ta ngrejmë nivelin e vetdijes, pasi që pjesa më e madhe shkaktohet edhe nga turistët, mirë po në mungesë të një organizimi të menaxhimit të mbeturinave, ndodh ajo situatë të cilën është tani. Ne në plan program kemi parapar një qendër për trajtimin e mbeturinave, trajtim në aspekt teknik, jo vetëm grumbullimin e mbeturinave dhe krijimin e deponive të egra. Po mi trajtu, Blerand, po qysh i dënon, qysh i nxen këta njerëz që ti pastron deponin, ata vina pet gjujnë që aty. A mundet me kamera mu adresu këtë problem se është natyrë? Qysh e adreson që problemin e vazhdueshëm të i hjek, ata vinë qesin, të i hjek, ata vinë qesin. Kjo po ndodhe edhe me komunat e Kosovës. Mendoj në aspekt digitalizimit mund tjetë si një nga idetë, por përsëri unë mendoj se në qoftë se ne krijojmë në menaxhment më të mirë të mbeturinave, besoni se është problemi më i vogël. Problemi më i madh është se si ne të realizojmë strategjim për rritjen e turizmit në vendin tonë. Do t'ju tregoj shkurt një analizë. Me thonë, në qoftë se ju vini në matkë dhe i keni 100 denar për t'i harxhuar, juve ja u mundsojmë ne shërbimet që t'i harxhoni vetëm 7 denar. 93 denar ju s'keni ku t'i harxhoni. Kjo është potencial që ne duhet ta shfrytëzojmë për komunën, për të siguruar të ardhura për bizneset dhe në veçanti për komunën. Faleminderit Muhamet, qysh adreson mungesën e pastërtisë? Qysh adreson? Realisht ngritjet vetdijes të qytetarët në bashkëpunim me qeverinë aktuale, apo konkretisht me Ministrinë e Mjedisit Jetësor, planifikojmë që në 100 ditëshin e parë t'i largojmë të gjitha deponit, janë të shumta, të krijuara nga shumë faktor, t'i largojmë në bashkëpunim me të njëjtën ministri të mbjellim fidonet e reja, vetëm se ta kthejmë, ta ringjallërojmë, ta kthejmë në natyrën e pastër ato vendet të cilat me vite janë helmuar, dhe pastaj zona komune e Sarajit është e mbrojtur nga UNESCO, do të shohim të cila zonë mund të bëhet selektimi i mbeturinave, ka baste edhe këto të përditshme, të jetë një pikë grumbullimi, pastaj në bashkëpunim me qytetin e Shkupit të njëjta të largohen edhe të trajtohen siç janë rregullat në qytet Shkupit, bashkëpunim me komunat të cilat janë gravidojnë në kuadër të qytetit Shkupit. Faleminderit, Remzi, qysh e hek bërlogun prej matkës? Prej matkës ka të angazhuar punëtor të higjienës komunale, ndërsa kur jemi te liçeni Treska, vend ku ka më shumë bërllog, unë kisha angazhuar për mu inspektor komunal, i cili do të punësohet aty dhe do të i dënoj ato të cilët e gjuajnë bërllogun aty. Dhe se liçeni Treska mendoj se nuk mund të bëhet si liçen përsëri, por mendoj se duhet të bëhet ndonjë tregj për bujqit, ose siç e quajmë në gjuhën popullore në gjuhën tonë atje në Sarajk fantashki, për shkak të për arsye të mos shkojnë bujqit, sepse në komunën tonë ka shumë bujq, në komunën e Sarajit ka shumë bujq dhe ka shumë prodhime të mallrave, të mos e dërgojnë mallin larg atje siç është në Maxhari, por ta dërgojnë në liçenin e Treskës. Ndërsa kur jemi te matka udhën kryesore duhet ta rregulloj, ta shtroj me asfalt. Faleminderit. Pyetjen e ardhshme du me nis prej mesit, Muhamet. Pak e adresum çështjen e planifikimit urban, por pyetja e ardhshme ka të bëjë specifikisht me ndërtimet në këtë zonë të gjelbërt, rreth matkës edhe Treskës. Mu po më intereson sakt çka keme leju me u ndërtu në
këtë zonë? Çka keme leju, sa katë kanë me qenë ndërtesat në këtë zonë? Sakt, hotele, qendra tregtare, restorane, çka sakt? Realisht, ne udhëheqim dhe është në menaxhimin ton edhe drejtoria nivel shtetëror për urbanizëm dhe inspektim. Pas marrjes mandatit, planifikojmë me drejtorin aktual që të bëjmë një inspektim, të shohim gjendjen aktuale sa ka ndërtime pa leje dhe gjejmë mënyrë se si ato të trajtohen dhe të vihen në funksion, ndërsa planet urbanistike unë e ceka më lartë, e ndava komunën e Sarajit në zona, tek ato zona do koncentrohemi që të zhvillojmë turizmin malor edhe t'u japim mundësi banorëve lokal për të zhvillu. Sa i përket matkës dhe liçenit Treska, liçeni Treska aktualisht gjendet në kompetencat e Ministrisë Kulturës, në Agjencionin për Promovim dhe Mbështetje të Turizmit. Ne për 6 muajt e parë mendojmë që këto kompetencat i kthejmë tek ne në komunën e Sarajit dhe të gjejmë investitor me partneriteto publiko. E çysh i kthen kompetenca? Çysh i kthen? Me kërkesë iniciativë nga komuna e Sarajit deri tek qeveria, me investitor, me plan konkret, me studim fizibiliteti dhe A duhet mu ndryshu ligji për krejt Maqedonin për me ia dhënë Sarajit në këshyri? Jo, këto kthehen lehtë. Do me thonë vetëm duhet kaloje iniciativa në qeverinë e Republikës Maqedonisë. Mirë, apo doni me ndryshu për me marru ndërtesat nalta, hotele, çka? Jo, për kundrazi. Liçeni Treska duhet të ruajë natyrën e vet. E pse në Ministritë Kulturës nuk po ruhet ta? Jo, plani urbanistik ndahet në disa është i parapam në disa faza, ku parashin edhe do me thonë ndërtesat larta. Ato ndërtesa nuk i kemi plan, do me thonë, që t'i realizojmë. Asën Tresk, asën Matkë. Si keni plan? Po, vetëm në sektoret caktume, apo në tokat caktume, shërbime hotelierike. Okej, kallëzona tokat e caktume. Çka po nënkupton me tokat caktume? Ku edhe çka? Tokë në pronësi të shtetit, të urbanizohet edhe të ju jepet investitorëve dokumentacion i rregullt për të bërë investime. Dhe jo siç veprojnë deri tash, aktualisht që u jepet mundësia të investojnë pa asnjë lloj dokumenti. Muhamet, Blerant edhe Remze, ne i kemi pyet krejt kandidatë e Kosovës, një pyetje që du mi u bot të gjithve, para se me shku edhe të pyetja adekuat për se cilin për punën e urbanizmit në Matkë. A ju financon dikush prej ndërtuesve fushatën e juj apo partinë e juj? Muhamet, ty mas pari, a ta financon ndonjë ndërtues? Me plot përgjegjësi them se asnjë. Okej, a kena i këshilltar komunal që është të kandidu tash, që është ndërtues? Jo. Faleminderit. Blerant, ndërtimet në Matkë edhe në Tresk, çfarë ndërtime lejon mas pari? Unë fillimisht dua të arri potencialet në fillim. Është shumë e rëndësishme të planifikojmë plana detale urbanistike për vendet të cilat nuk kanë, për fshatrat, pasi që qytetarët kanë nevojë të kenë dokumentacion ndërtimi. Kjo do të jetë fokusi jonë i parë. Fokusi dytë do të jetë në planifikimin e qendrave turistike. Unë parapëlqej ta quaj korridori Bukurisë nga pika ku bashkohen të dy lumenjt, Treska dhe Vardar, të ndërtojmë një shëtitore dhe një korsi për ciklistë që të mund turistët të vinë nga ajo pikë, të vinë në liçenin Treska dhe prej atje të shkojnë në liçenin Matka. Besoni është një bukuri e rrallë. Konkretisht në liçenin Treska, ne do të inicojmë realizimin e planit urbanistik konkret, i cili ka kaluar në qeveri, më herët ishte në kuadër të Ministrisë Ekonomisë dhe tani me ndryshimin e kompetencave të ministrive, kaloi në Ministrinë e Kulturës, konkretisht qendra për zhvillim të turizmit, dhe atje pothuajse ka më shumë se një vit që nuk është thirrur asnjë mbledhje në kuadër të një komisioni prej 7 anëtarëve, ku ka përfaqësues nga komuna jonë. Pikë së pari ne do t'japim një afat. Nuk është që do të bëjmë kërkesën me njerë, prej 3 muajsh, në qoftë se ata nuk thirrin mbledhje, ne do të kërkojmë rikthimin e kompetencave. Plani urbanistik, në atë plan urbanistik janë të parapam, ruajtja e natyrshmërisë së liçenit, 20 metra nga uji i liçenit përreth gjithë liçenit të jetë si plazh natyror, pastaj të planifikohen objekte gastronomike, hotelerike, por të planifikohen... Ku kemi lënë objekte gastronomike, hotelerike? Sa ku? Ato janë të parapana në planin urbanistik që është ekzistues. Unë jam i interesuar që ta realizoj atë plan urbanistik, por jam i interesuar që ta realizoj me bizneset lokale. E ripotencoja që e thash në fillim, kemi bizneset më të suksesshme shqiptare në nivel republikan. Përparësi
do të kenë ato për të investuar në liçenin Treska. E nëse ata kanë ndërtuar ilegalisht, nëse që ato biznese ndërtojnë ilegalisht, çfarë ju bën ti? Jo, fatmirësisht jeta, do të thonë bizneset tona, edhe pse nuk kam përkrahje nga qeveria, aq sa kam përkrahje bizneset maqedone, të gjithë janë të suksesshëm pasi që ata kanë arrit me sakrificë dhe duke e ndjekur ligjin. Dhe janë të respektueshëm në nivel republikan. Ata do ta kenë përparësim për të investuar dhe për të kaluar te liçeni Matka, por Blerant, ata finanson fushatën tonë dhe ndonjë ndërtues. Asesi, jeta? Kandidat për këshilltar komunal, a ke ndonjë ndërtues? Nuk kam, vetëm dua të ripotencoj këtu një moment. Edhe dua të bëj një pyetje publike për kundër kandidatin tim. Në fshatin ku vi, janë duke u ndërtuar 4 rrugë me bekatonka. Cilën fshat? Fshatin Kondov. Kryetari në Ndegës nga partia ku vjen kundër kandidati, Muhamet Elmazi, publikisht e falenderon Muhamedin dhe kryetarin e partisë tij për realizimin e atyre rrugëve. Pa pëlqim të komunës, ata po realizohen, dua ta di nga janë finansat. Faleminderit, 30 sekonda replik Muhameti. Realisht është e vërtet atë që theksoi Bleranti. Ato janë rrugë ku jemi në avantazh apo në përparësi ndaj Blerantit. Aktivistët tanë me vetë financim i shtrojnë këto rrugë dhe për propagandë politike adresohen ashtu në rrjetet sociale. Unë kam drejtën të pyes, pasi që ligji taksativisht thotë, në moment kur shpallen zgjedhjet, ndalen ndërtimet, në moment që ne jemi përfaqësues politik, ne nuk mund të financojmë rrugë. Nëse e ke kryetarin në Ndegës aq të fortë, le ta deklaron pasurinë. Kjo është e jashtëligjshme. Prandaj unë po e shpalos publikisht, pasi që bëhet fjalë në vendbanimin tim. Por është edhe çështja tjetër jeta, me bekatonka dhe me asfalt, nuk mund ta blesh dinjitetin e shqiptarëve. Muhamet, Blerant, ky po thotë që është me paret veta, është të marru. Po thotë me paret veta janë të marru. Jemi në fushat jeta. Jemi në fushat, lutem, edhe 10 ditë janë zgjedhje. Më keq është kur komuna investon këto 10 ditë e fundit. Vendbanimi në Saraj ka shtru mbi 12.000 metra katror për këto dijavë, mbase nuk e di Blerandi. Mbase nuk e di Blerandi në kohë fushatet shpallën tender për bekatonizim e kështu me radhë. Mbase nuk e di, nuk i shef. Kjo është akuzë direkte për cilën komuna do të përgjigjet. Do të thonë, në moment që shpallen zgjedhjet, komuna s'ka drejt bëj tenderim. Unë s'jam pjesë e komunës. Unë po flas si kandidat në kuadër të Aleancës Kombëtare për Integrim. Si financohen rrugët nga vendbanimi që unë... Muhamet, theksoj edhe një herë, a janë të u bë me paret komunës a me paret veta? Cilat? Qëto rrugë, 4 rrugë në Katundin e Blerantit. Në Kondov bën me vetë iniciativë të qytetarëve, pasi që apo na tregon qysh vetë iniciativa ndodhi vetëm gjatë fushatës apo ka ndodhur para fushatës? Jo, kanë bërë edhe para. Kanë bërë edhe para në çdo vendbanim. E di Bleroni, në qoftë ka vizituar gjitha vendbanimet, ka vendbanimet Radush, Dvorç, Semenish, Shajlon, edhe ujin e pishëm e kanë venduar me vetë financim, edhe rrjetin e kanalizimit e kanë bërë me vetë financim, ndërsa aktivistët tanë, përkrasit tanë dhe nuk na kanë cek këto që i kanë bërë me vetë financim. Ndërsa aktivistët tanë... E ku pedin ti që janë t'jujt që ata aktivist, kur përboj me vetë financim? Kryetari në Ndegës vendbanimit në fjalë e ka nxjerrë publikisht në rrjetet sociale. E ka nxjerrë si projekt vetina? Po e falenderon Muhamedin. Po falenderon mu për propagandë politike dhe për këtë mba përgjegjësi morale të plotë se asnjë cent nga Muhamet Elmazi nuk u ka investuar te ata rrugë. E pse t'ka falenderu publikisht? Propagandë politike, po të tham. Qysh ky joti propagandë po bën? Po, se kundër kandidati është nga i vendbanim, edhe e kanë një prej metodave çka, po, një prej metodave që t'i bindin qytetarët e atij vendbanimi që ja edhe prej rrafshit opozitës bëhen punë në vendbanimin tonë. Kjo është e tëra, edhe mba përgjegjësi të plotë. Kush është opozitë për momentin? Opozitë për momentin në komunë Sarajt jam unë, të je bashkarisht me ata që udhëheqin që 16 vite komunën e Sarajt. Faleminderit, po du me ndigju. Jo, jeta që lutem është temë shumë rëndësishme. Po, e theksoj edhe një herë. Nuk guxojmë ta lëmë me kaq. Opozitë mund të jesh, opozitë mund. Ku kanë qenë më herët? Po. Nuk mund të ditën e fundit. Tash. Ku ishin më herët? Një vit e gjysmë janë qeveri. Unë po i thirrje publike dhe institucionale.
Më thonë, nga vendbanimi ku vi unë për ta luftu autoritetin tim, bëhet kjo, mirë po, nëse bëhet mënyrë, jetojmë shekullin 21-2025, as ide, as inicim, as dokumentacion, vetëm vinë edhe shkarkohen paletat e bekatonkave. Unë shpesh e kam potencu, çështjen kombëtare ne nuk mund të arzipim bekatonka. Dhe unë du ta di nga dora e kujt po luftohet Bleranti. Nuk mund t'jetë nga dora e në kryetari. Janë fondet mëdha jeta, për cilat unë e marr guximin publikisht i denoncoj. Edhe një herë Muhameti, a kanë veç diçka, Blerant, a kanë leje nga komuna për çato? As leje, as dokumentacion, a bën me ty pse si shkon inspeksioni me anal, nëse o pa leje? Në qeveri për momentin. Inspeksioni, as është edhe i komunës ta? As keni inspekcion komunal? E kemi paraqit rastin. Unë nuk jam komun për t'i delegu inspeksionin komunal. Unë jam në fushat si kandidat i një koalicionit. Nuk e hedh përgjegjësinë as në komunë as askund, vetëm dua ta di pse në vendin tim po financohen me para dyshimta projekte pa asnjë lloj dokumentacioni. Ka dalë. Replikën Muhameti mas në Remziu po pret. Unë ju sfidoj juve pasi që jemi mysafir të ju. Nga këtu nisemi për në Kondov edhe në Saraj, edhe të njëjtat i shef se në çdo vendbanim shtrohen. Edhe pasi që ka marrë rolin e avokatit komunës, le të pyet pse investohen në vendbanime tjera. E them me plot përgjegjësi. E them me plot përgjegjësi se Muhamet Elmazi 1 cent nuk e ka dhënë për investime në komunë në vendbanimin Kondov. Veç po duhet të pyet çysh ndërton, a jeti për me ndërtu rrugë pa leje? Edhe nëse janë. Si e për me ndërtu rrugë pa leje? Asesi. Fatkeqësisht komuna e Sarajit nuk ka plane urbanistike, nuk ka se edhe si t'i ndalon ata të cilët ndreqin sot plani. Kur s'ka plan, s'mund të të ndalon edhe ty në qoftë se fillon ndërton një shtëpi do vjen, do ta bëj një proces verbal edhe me aq përfundon e gjithë procedura. A ka plan nacional? Edhe plan nacional nuk janë të përfshime për vetë 5 vendbanime. Kjo është fatkeqësia e komunës së Sarajit. Remziu e ka radhën, radha jote më kallëzu për ndërtimet rreth liçenit të Treskës edhe kanjonit Macës. Kur jemi të ndërtimet pa leje, një prej probleme më të mëdha që ka prekur shumë familje në komunën tonë janë ndërtimet pa leje, por ato ndërtime kisha dashur që në të ardhmen të ndërtohen objekte me leje dhe ato të cilat janë pa leje të nxjerrin dokumentacionet e duhura. Do me thonë që të mos prishen ato që janë ndërtuar, ndërsa kur jemi te kanjoni i Matkës, kur flasim për ta shtuar, për ta mbushur buxhetin e kanjonit të Matkës, një ndër idejat e mia është që parkingjet në parkingu poshtë në Matkë dhe parkingu lart të bëhen me para, për shkak se jam duke punuar për momentin si referent i higjienës komunale në Matkë, që do me thonë e mirëmbajmë Matkën. Dhe shumë nga vizitorët më kanë ofruar para për parking, mirë po nuk ja kanë marrë për shkak sepse nuk janë pa leje, sepse nuk janë me para, që do me thonë edhe te kanjoni Matkës atje lart është mirë të bëhet me para ajo për shkak se ka shumë turista dhe është mirë që të bëhet me para. Remzi, a menon ti që duhet me pas hotele, a restorane, a banesa atje? Çka? Hotele dhe restorante. E ku kemi leju ti me u ndërtu? Ku? Në rrethinën e Matkës, apo aty ka disa hotele të cilat janë jo funksionale, ato të bëhen më funksionale. Çka bën për çto motorbarka që na u kanë raportu që ilegalisht po defilojnë aty? Cilat ndërtimet pa leje mendon apo? Barkat me motora. Barkat, ato janë të cilat ka të angazhuar njerëzi të cilat punojnë aty. Po punojnë aty, po ato janë ndalu me liçen. E ata po punojnë. Qa bën ti nëse bësh kryetar komune? A i len? I kisha legalizu të punojnë të jenë me ligj të punësuar. Okej. Remzi, a ta finanson fushatën tonë dhe ndonjë ndërtues? Jo, vete finansoj prindrit, KSZ-ja ka nda domjete
Komisioni Shtetëror Zgjedhor i Maqedonisë ka ndarë domjete një 770 euro për reklama televizive dhe nëpër portale siç janë interneti, Facebook. Faleminderit. Dush mu deklaru që neve nuk po të pys pse ka nevojë me na dhënë neve pare për çfarë do reklame, po të pys për financim të ndërtuesve. A merr pare për ndërtuesve. Faleminderit, po du me dalë te tema e arsimit në fund. Saraj vazhdon me u sfidu prej kapaciteteve shumë të kufizume në për shkolla, mungesën e kopshteve publike, qerdheve. Prej kandidatëve po du me marë premtime se sa shkolla dhe sa qerdhe kanë me ndërtu gjatë mandatit tyre, sa 4 vitet e ardhshme, po fillojmë prej teve Blant. Faleminderit. Gjatë vizitës në fshatrat, unë e kam marrë si amanet nga një fshat gjendjen e shkollës që më ka prek shumë personalisht, pasi që vi nga sektori i arsimit, është shkolla në Matk. Ajo do të jetë prioriteti im kryesor. Pastaj prioriteti i dytë do të jetë normal edhe shkolla në Raović dhe rikonstruimi i shkollave atje ku ka nevojë. Kemi projekt konkret për çdo shkollë, instalimin e paneleve solare në kulmet e shkollave. Thash, dua ta ndaj këtë fushë në 2 pjesë pasi që e njoh shumë mirë. Infrastrukturë për kushte dhe strategji për cilësi. Të infrastruktura për kushte, brenda 4 viteve ne duam që çdo shkollë të plotësoj standardet e efikasitetit energjetik dhe të jetë me panele fotovoltaike duke i lidhur me pompa termike. Sistemin e ngrohjes tojës ta bëjmë efikas që shkollat ta marrin statusin e objektit ekologjik dhe efikasitetit energjetik. Nga ana tjetër ne duam që çdo shkollë ta bëjmë me tabela smart. Duhet ta përgatisim gjeneratën e re për sfidat që po na vinë dhe janë aktuale. Bota po ballafaqohet me një digitalizim dhe me inteligjencë artificiale. Që nga fëminia ne duhet që t'ju japim kahje se si ata të përdorin mjetet për nesër që të jenë në trend me kohën. Nga ana tjetër do të kemi projekt konkret për trajnim të mësimdhënësve, për mbrojtjen e fëmijëve nga bullizmi që ata t'i transferojnë ato njohuri tek nënat, tek prindet atyre fëmijëve, pasi që e trajtojmë si një temë shumë të rëndësishme që është në trend të rritjes. Kemi raste fatkeqësisht edhe në Maqedoni tragjike, ne konsiderojmë që nëse ne bëhemi shkak për ta shpëtuar një jetë njeriu, sikurse e kemi shpëtuar gjithë njerëzimin, andaj në këtë rast ne do të fokusohemi jashtëzakonisht shumë. Nga ana tjetër, për neve është shumë e rëndësishme një trekëndësh bashkëpunimi komun, shkolla dhe Ministri e Arsimit, pasi që iniciativat për infrastrukturë shkollore dhe cilësinë e arsimit varen edhe nga strategjitë zhvillimore të arsimit që i harton Ministria e Arsimit në komunat në përgjithësi maqedone. Faleminderit, Muhamet. Atëherë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, planifikojmë të ndërtojmë 4 shkolla fillore, godina të reja. Bëhet fjalë për shkollën fillore periferike në Matk, Sami Frashëri, shkollën fillore në Shishov, shkollën fillore në Laskarz dhe sillare të epërme, 4 shkolla të reja, dhe restaurimin e shkollave aktuale. Sa i përket qerdheve, kemi një qerdhe në kuadër të komunës së Sarajt me 2 godina, në Sarajt dhe në Kondov. Planifikojmë të rrisim kapacitetet për fëmijë të këtyre qerdheve dhe 3 qerdhe të reja, të cilat do të përfshin një kapacitet të konsiderueshëm të fëmijëve, afro 500-550 fëmijë. Njëra prej tyre do jetë në vendbanimin Gërçec, apo vendi i njohur për banorët strehimorja në Çiçinosello, siç i njihet. Aty në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale do t'i largojmë të pastrehurit dhe do të ndërtojmë një qerdhe për 120 deri 150 nxënës, një qerdhe në sillare të poshtme dhe një qerdhe në Bukoviç. Me këto 3 qerdhe besojmë se do t'i kapim të gjitha vendbanimet dhe do të mundsojmë nënave dhe pasi që numri i të punësuarve po rritet gradualisht edhe tek gjinia femërore, të mundsojmë që të zhvillojnë aktivitetet e tyre ditore pa pengesa. Gjithashtu do formojmë në kuadër të inspektoratit për arsim në komunë një komision të veçantë i cili do të bëjnë filtrimin e të punësuarve në përqerdhe edhe në për shkolla, të hapin fëmijëve më të mirët të profesor apo mësimdhënës edhe depolitizimin e shkollave fillore. Faleminderit, Remzi,
Për arsim, çka do të bëjsh ti në 4 vitet e ardhshme? Urimi të arsimi është shtylla më e rëndësishme e një komune dhe një shoqërie në tërësi. Si kandidat për kryetar komune, unë e shoh si detyrim kryesor të krijoj kushte më të mira për fëmijët tanë dhe për fëmijët tanë. Në arsim, prioriteti im do të jetë përmirësimi i infrastrukturës shkollore, krijimi i kushteve më të mira për mësimdhënie dhe mbështetja e mësuesve, sepse ata janë themeli i dijes. Nxënësit tanë meritojnë klasa moderne, ambiente të pastra dhe të ngrohta dhe qasje në teknologji bashkëkohore. Arsimi i mirë është investimi më i madh për të ardhmen e komunës tonë. Do të përkujdesemi për shërbime. Arsimi i mirë është investimi më i madh për të ardhmen e komunës tonë dhe do të kujdesemi që të kenë kushtet e duhura, siç janë librat, sallat sportive, etj. etj. Faleminderit. Replik, urdhon? Po, vetëm të theksoj nevojën për të instaluar një sistem të meritokracisë. Pasi që besojmë që kur ka konkurrencë ndërmjet mësimdhënësve, po edhe tek nxënësit, atëherë rritet cilësia apo kualiteti. Ne do t'i shpërblejmë mësuesit më të mirë, po gjithashtu bursa për nxënësit më të mirë të shkollave. Organizohen gara olimpiade të diturisë, atë segment do t'a forcojmë dhe në veçanti t'a potencojmë se një plan zhvillimor për qerdhet në start. Rritjen e kapaciteteve në Saraj dhe rritjen e kapaciteteve në qerdhet aktuale në Kondov, paralelisht planifikimin e qerdheve të reja. Për 4 vite, për 4 vite të sigurojmë mundësi për çdo familje të ketë qasje në qerdhe. Po folni për cilësinë, pyetjet e radhës kanë të bëjnë me cilësinë e njerëzve të punësuar. Mas pari po duam ju pyet, a e vlerëson, po filloj prej te e vlerant, që administrata e komunës, edhe arsimit, është e politizuar në Saraj, apo jo? Realisht nuk kam informat tek ne në gjitha komunat. Mira, i ndroti drejtorët e shkollave kur të vjen? Në përgjithësi i njoh, pasi që ne jemi të vendit. Mirë po, atë që dua ta bëj unë në start është në 100 ditën e parë të instaloj një sistem të monitorimit. Nëpërmjet se harrova ta potencoj më herët, ne do të prezantojmë edhe një aplikacion komuna ime tashmë fushat, që do të jetë pjesë përbërëse e 4 vjeçarit tashëm për të raportuar çdo gjë në komunën e Sarajit. Të njëjtën duam ta bëjmë edhe në sistemin e arsimit. Nëpërmjet një monitorimi, softveri, ne duam të kemi informata të sakta për procesin mësimoro në institucionet shkollore, konkretisht në shkolla. Monitorimi do të bëhet në 100 ditën e parë, vlerësimi dhe selektimi do të bëhet në 101 ditë. Do me thonë kemi instalu meritokraci, po jetu thonë që kemi instalu meritokraci jo me i shpërbly militantat për punë. Asesi. Unë jam i thari shkencës, arsimin e kam pikë të dobët. E çka kemi bo me punëtor që identifikon që janë militanta e spunojnë, militanta të pushtetit aktual, qa banu e ta? Unë ju premtoj qytetarëve të Sarajit nga këtu, në arsim, nuk do të ketë tolerancë, po tjetë edhe vllauim, edhe prindim. Nëse gjatë mandatit tuj ju ngritit në akt akuz, a jep një dërheqje? Për çfarë? Nëse ju ngritit akt akuz për kështë përdërim? Pa tjetër, to jenë pyetjet shpejta, a keme përdor veturën zyrtare për punë personale? Asnjëherë. A keme i qelë shpenzimet e drekave, darkave të komunës që i harxhan? Po, do të instalojmë platformën Open Saraj, çdo kontratë, çdo cent i komunës Saraj do të jetë i qasshëm. Aja kemi hap telefonin gazetarëve shoqërisë civile kur ka nevojë pyetje? Patjetër. Përgjigje, a kemi i publiku vendimet e kryetarit edhe këshillit komunal në website me i bo publike vendimet? Veç se kemi vendim, mbledhjet e këshillit shkojnë live, kështu që qytetarët do të ndjekin në kohë reale. Unë po të pyes edhe diçka, masi që shkojnë live, që ato vendime megjithatë mujnë me ndryshu, derisa të qitën, a keme i publiku vendimet? Po. Çdo gjë do të jetë transparente në Open Saraj. Edhe gra drejtoresha dëri me i emëru në pjesën që i takon kryetarit komunës, pasi gjithë jeni bura kandidat, si në Kosovë, nuk është kjo jashtëzakonshme edhe për Maqedoninë e Veriut, gra do të udhëheqin me divizione apo drejtori? Personalisht dua t'ju japim hapësirë grave në institucionet arsimore. Pasi që edhe ndjeshmëria, e kam fjalën në menaxhment të shkollave. E politikës po bëna? Asesi, në listën tonë, si AKI,
gati se 50% janë gra në listën e këshilltarëve, pasi që E drejtoresha sa i bën ti? në bazë të profesionalizmit edhe pregaditjes. Premton. Mirë. Unë po kom qef shumë vlerant me kod, për qindjen me ma kallëzu. Po beso, sidomos në institucione arsimore, unë Jo bre vlerësoj në arsimore se drejtori tjera, komun, nëse janë 3 drejtori, minimum njëra pa tjetër. që një prej 10 edhe po thu 3, një prej 3, dhe me thonë. Një prej 3 drejtorive, mirë, më falë, mu duk që the një Jo. prej 10. Faleminderit, Muhamet, njëjtë pyetjet e shpejta, a e vlerëson që është e politizume administrata edhe arsimi në komunën e Sarajit? A janë të politizume? Kemi raport të inspektoratit shtetëror për arsim, ku shifë qartë se shumë mësimdhënës janë të pa diplomuar, edhe një pjesë e tyre të cilat janë me diploma, japin shembull janë të diplomuar gjeografi, jep matematikë e kështu me radhë. Besoj se po. A ke guxim me i qitë pipurën në sesion të kualifikum? Do bëjmë një revizion në arsim, ku do shohim se si është gjendja aktuale, ata që janë meritor dhe më të mirët, edhe pse janë të pushtetit aktual, trashëgojnë dhe do vazhdojnë me punë, ata të cilët nuk janë të denjë për atë punë, do largohen, kuptohet. Gjatë mandatit, nëse ngritet akt akuzë, a jep dorëheqje? Parin moment. A do t'i bëjsh transparente sa euro i shpenzon ti edhe komuna për dreka, darka, benzin? Muhamet Almazi aktualisht ku udhëheq nuk ka vetur zyrtare, nuk shfrytëzon dhe nuk shfrytëzon reprezentacion. Kështu që për komunën time besoj se do jem edhe më i sa. Mirë, edhe hajtë që qëtash s'pi shfrytëzon. Nëse vendos me shfrytëzu, a i bën transparente është puna? Kuptohet. Kallëzëm, a keme o hap telefonin gazetarëve, shoqërisë civile, a keme pas zyre për media? Besoj se isha shumë i saktë pas porosisë juaj. Ishe, po njerës gjatë zgjedhjeve jenë shumë të hapën. Kur t'i fitoj pushtetin, po ndrojnë. Qështu po ndodhë? Besoj se po. Faleminderit. A keme i publiku vendimet e juja edhe të kuvendit komunal në website të komunës? Janë parapame dhe me lyqë se njeta duhet jenë publike për qytetarë. Edhe plot komuna kanë website apo s'kan edhe kajherë nuk i publikojnë, për që ato po pës. Edhe sa gra drejtoresha keni me i boju? Minimum 50. Minimum 50. Duke i përfshirë qerdhet lokale, shkollat fillore, edhe pasi që jam i bindur se do jemi pjesë e qytetit Shkupit në koalicion, edhe jemi në qeveri aktuale, drejtorit që kanë të bëjnë me kulturë, do jenë të përfaqësuara nga gjinia femërore. Faleminderit. Remzi, gjatë mandatit juaj, nëse ju ngritin ndonjë akt akuza, jepni dorëheqje? Po, kësha dhënë. A keme përdor veturën e komunës si për punë personale? Jo, sigurisht që jo. Edhe nëse harxhon pare për dreka darka i bën publike? Po. A i publikon vendimet e kryetarit edhe këshillit komunal në website? Po, sigurisht që po. A ja hap telefonin gazetarëve kur u bosh kryetar? Po, me gjithë dëshirë. A e vlerëson administratën e komunës së Sarajit të politizume? Po, nuk dhe si cili që shpallet që i kryetarë më ndonë më shumë të... Edhe ti thjesht çka bën me çata njerëz që janë aty vetëm për shkak se janë militantë, nuk janë të kualifikuar. Çka bën me çata njerëz? Më varet nëse nuk janë të kualifikuar, atëherë i kisha shkarku. Po, ki guximi shkarku. Kallëzëm, sa gra drejtoresha i bën nëse ti vjen në pushtet? Minimum 1. Minimum 1. Faleminderit, kjo ishte koha që e kom për Sarajin, ishte shumë kënaqësi, sidomos me faktin që shumë prej neve e vizitojmë Shkupin, Matkën, aty afër që gjendet edhe ka natyrë të mirë, domethënë është komunë e rëndësishme për të ndreq, jo vetëm për qytetarë që kanë me votu për te, po edhe për qytetarët anë mbanë. Kaq kishim prej Sarajit, ne do të vazhdojmë me komuna tjera të Maqedonisë Veriore, prej nesh, natën e mirë.